Patjetër, vetëm duke u bazuar ndeshjes, unë jam i kënaqur vetëm për rezultatit, sepse rezultati ishte fitoria jonë, por që unë mendoj që ne duhet të kemi qasje tjetër. Për vetë faktin që ne duhet të rrisim nivelin e vrapimit, duhet të rrisim nivelin e ritmit, sepse do na duhet pastaj edhe në kompeticionin tjetër aty edhe jemi në Kupat e Evropës. Nuk jam i kënaqur, pavarësisht asaj që fituam me 3-0, por që qasja do të jetë akoma në nivel lart, sepse në momentin që ne nuk kemi ritëm, në momentin që ne futemi ke ritmi i kundërshtarit, ajo do na bëjë dëm, sepse është e patjetër sërish. Nuk ka shanse që ne të futemi ke ritmi i kundërshtarit ose me ritëm tuaj. Pra, kjo është ajo që ne do kërkojmë ose ne do tentojmë që të arrijmë tek ajo pjesa jonë. Duke i pas vështirësitë e ndeshjes pa, duke i pas vështirësitë e asaj që nuk kishim shumë kohë për ta analizuar kundërshtarin, sepse vikën nga një kalori më e ulët edhe nuk ishte më përse kishte miqësore që ti dalesh me një konkluzion që si të lup kundërshtari dhe ajo ka vështirësitë e vet, por që ajo që është në rëndësi është rrepiqi, po jo në këtë mënyrë. Kalkuluam në pjesën e parë apo thjesht nuk kishim qasjen e duhur, sepse në momentin nuk kemi cinik sa duhet. Patjetër, unë kam përmend edhe disa pres tjera që zona para portës ose thellësia ose ajo kapja e zonës së golit me shpejtësi që mungon. Që do të thotë që akoma duhet të nshojmë se akoma duhet kemi vëmendje tek ajo pjesë, sepse në një tjetër në mes të që ne qarkullojmë topin, dalin të manovra jonë, po pastaj nëse nuk ke shpejtësi veprimi në një tjetër në sulmit, ne do të bëjmë probleme dhe një ekip që është i Maqedonisë ose që ka ardhur kategoria e parë, duhet mos se ofendu, por që ka ardhur kategoria e parë, mund të bëjë probleme pastaj tek finalizimin. Aty do të jemi me shpejtësi veprimi, sepse nuk të lënë ekipet e mëdha që të fjeshin shumë rast. Tani në plot të ndeshje me Bravon, duke e parë kjo që ndodhi sot, shumë raste të tillë ku vërtet krijojmë shumë, e bukur është që krijojmë, e keqja është që nuk kemi cinik, nuk shfrytëzojmë atë shanse. Tani na kushtoi me Bravon në ndeshjen e parë fumbje 2-1, sot fatmirësisht shënuam. Është ky paralajmërim që këto ditë Shkëndija do punoj pikërisht për të luajtur pak më thjesht, sidomos në fazën e sulmit për të konkretizuar rastet. Nëse dalim të ndeshja e Bravos, unë preferoj që në moment të luajë futboll sulmues të humbë raste, se sa të mbyllëm në të ose të fitojmë me 1-0. Por ka e diçka tjetër e tretë që është ne duhet të jemi në atë nivel që edhe kur të bëjmë mirë të shfrytëzojmë rastet. Kjo pastaj do na ndihmojë për procesin e shpejtësisë. Edhe zakonisht kështu. Sepse sot luajta kishte që nuk është ajo që ne bëjmë. Unë jam atë shpejtësi veprimi, janë ato marrja hapësirës e shpejt. Janë shembull gola që nëse kemi kundërshtar më të fortë mund të evitojmë. Kështu që ne duhet të shkojmë që ajo praktikisht jo tek perfeksioni, por që ka ajo që ne duhet që ata zonat ka një shpejtësi e zakonshme edhe të finalizojmë në rezultatin.